Protesta kombëtare e Partisë Demokratike, e cila zgjati rreth 3 orë, u shoqërua me përplasje, hedhje gurësh molotov, përdorimi gazi lotësjedhës dhe autobot uji. Ajo nisi rreth orës 17 në mënyrë paqësore, ku qytetarët qëndronin para kryeministrisë me pankarta në duar, ndërsa folësit e zgjedhur nga PD nisën fjalimet e tyre. Në fund e mori fjalën lideri demokrat Sali Berisha, i cili tha se shqiptarët dhe demokratët kanë arritur në kilometrin e fundit dhe se me mbështetjen e Zotit fitoria është e sigurt. Nuk kemi kur aty ku ishim, nuk jemi më në rrugë pa krye, nuk jemi në mjegullnaj, por jemi në kilometrin e fundit, jemi në agun e triumfit tonë. Sot, shumica e shqiptarëve ka të qartë, se Edi Rama nuk iken me farë zgjedhore. Sot, shumica e shqiptarëve ka të qartë, se diktatura nuk iken me votë, por ato ikin shemben me revolt dhe vetëm me revolt popullore. Ja ku jemi në sot. Të bashkohemi për të përmbysur këtë qeveri, për të krijuar një qeveri teknike, për zgjedhje të reja të ndershme, për një vizion të ri për Shqipërinë dhe shqiptarët, për dignitetin e tyre, për interesin kombëtar, për familjen shqiptare, për ëndrrën e trive shqiptarë në Shqipëri, për ligjin dhe kushtetutën dhe barazin para tyre, për luftën me zero tolerancë ndaj krimit dhe korrupsionit, për Shqipërinë që ecën e sigurt drejt integrimit në Europë. Me njerë pas fjalimit të Berishës, protestuesit lëshuan molotov dhe fishek zjarre drejt policisë, ndërsa uniformat blu përgjigjen me gaz lotësjellës. Vetë kryedemokrati ndoqi gjithçka nga podiumi. Një ditë pas protestës reagoi kryeministri Edi Rama, i cili shkruan: "Ka në Europë protestues anarkistë, ekologjistë, ekstremistë të djathta, të majt, student, antiglobalist, tifoz huligan, grupime lloj-lloj që dalin në rrugë për arsyet e tyre, maskohen, armatosën me molotov dhe thyen e djegin duke plagosur punonjës policie e shkatruar prona. Po qysh nga koha e partive famkeqe të 100 vjetëve më parë në Gjermani e Itali, ka vetëm një parti parlamentare në Europë që të ketë në programin e aktivitetit të saj, si pjesë të pandartë e ekzistencës së vet qysh nga lindja, ushtrimin e dhunës, shkatrimin e pronës, sulmin ndaj godinave të institucioneve, deri edhe ndaj godinës së vet, mobilizimin e paramilitarëve, të cilët deri dje ishin çeta e liderit shpirtëror, kurse tani më janë thjesht mercenarë të rekrutuar me lek nga rrugaçet e lagjeve, që veshin maska apo fshehin fytyrën pas tabelave për të mbaruar punë me hedhjen e molotovëve pa u identifikuar nga kamerat. Tani më këto farë protestash me pisllikun që krijojnë në bulevard, ngjajnë si jashtëderdhja në rrugë, plaku të lajthitur që organizon, degenerimi pandalshëm dhe dëshpërimi pangushëllueshëm të shkuara punonjësve të policisë që u plagosen e lënduan nga kjo lukuni e verbër, përfundon Rama. Edhe drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda ndau një mesazh falënderimi për punonjësit e angazhuar gjatë protestës kombëtare. Mbi 1350 punonjës policie gjendeshin në detyrë gjatë protestës, në të cilën u përdorën bomba molotov dhe objekte të tjera. Proda falenderon të gjithë të angazhuarit për demonstrimin e standardeve profesionale, respektit ndaj ligjit dhe përgjegjësisë, teksa uron shërim të shpejtë për 11 punonjësit e lënduar.